Deputeti demokrat Erion Velia i lirohet nesër. Deputeti Dash Sula deklaroi në kuvent se mazhoranca ditën e nesërme do të nxjerrë nga burgu kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Sula u shpreh se po qarkullojnë lajme se Veliaj do të dalë nesër nga paraburgimi dhe kjo për shkak të intimidimeve që po ju bëhen personave të përfshirë në këtë proces. Më shumë ju shqetëson Erion Veliaj që ka gjyqi nesër për fustanet bizhut. E keni hallin të lironi Erion Veliajn me të gjitha mënyrat. Kumbari Veliajt nuk është tu, baba i reformës në drejtësi që po deformohet. Nuk është presion, po qarkullojnë lajme se po intimidoni dhe po përdorni të gjitha mënyrat për ta liruar atë, tha Sula.